Trafiku i rënduar që shoqëroi Vlorën gjatë gjithë fundjavës ka vijuar edhe në nisje të kësaj jave, që në orët e para të mëngjesit të së hënës në disa prej akse kryesore të qytetit është regjistruar fluks i lartë automjetesh dhe lëvizje ngadalësuar. Situata më problematike paraqiten në rrugën transballkanike dhe përgjat Lungomares, dy prej akseve me qarkullimin më të lartë gjatë sezonit veror. Në segmente të caktuara janë krijuar radhë automjetesh duke vështirësuar lëvizjen e drejtuesve të mjeteve. Edhe gjatë fundjavës këto akse ishin ndër më të ngarkuara në qytet. Edhe pse nuk jemi në fundjavë, duket se fluksi i automjeteve në qytetin e Vlorës dhe radhët kilometrike vijojnë edhe në ditën e parë të kësaj jave. Kjo edhe për shkak të numrit të lartë të automjeteve dhe të turistëve të shumtë të cilët kanë zgjedhur qytetin e Vlorës për të kaluar pushimet e tyre. Rruga transballkanike dhe akset përgjat vijës tregtare janë ato më problematike të cilët shënojnë edhe fluksin më të lartë të automjeteve, ndërkohë që sa i përket edhe policisë rrugore janë vendosur pika kontrolli në të gjitha këto të fundit për të shmangur çdo lloj problematike që mund të krijohet. E megjithatë, duket se ky fluks i lartë i automjeteve do të na shoqërojë të paktën deri në 10 ditën e fundit të muajit gusht. Edhe pse fundjava ka përfunduar, trafiku në Vlorë nuk është lehtësuar. Fluksi pushuesve dhe numri i lartë i automjeteve që qarkullojnë në qytet vijojnë të krijojnë ngarkesë në rrugët kryesore, veçanërisht në zonat që të çojnë drejt Bregdetit. Sezoni turistik ashtu ndjeshën numrin e mjeteve që lëvizin çdo ditë në Vlorë, ndërsa problematikës së trafikut i shtojnë edhe parkimet e dyfishta në disa prej zonave më të frekuentuara. Ngarkesa pritet të mbetet e lartë për gjatë muajit gusht, periudhë që përkon edhe me kulmin e sezonit turistik, ndërsa drejtuesve të automjeteve u kërkohet respektimi i rregullave të qarkullimit për të shmangur bllokime dhe situatat e rrezikshme në rrugë.